momenti i votimit të Altin Dumanit, drejtuesi i strukturës së posaçme antikorrupsion. Kështu që do t'i kemi në këto momente edhe me njërë në ekran, absolutisht drejtuesi Spakut, një nga personazhet më të rëndësishëm, drejtuesi Spakut në tërësi, 3 vite parë ka qenë zë kraja, por mbi të gjitha edhe tashmë që është zoti Dumani dhe që ka marrë edhe një vlerësim në luftën ndaj korrupsionit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një nga emrat më të përfolur, më të komentuar, jo vetëm për atë klasës politike edhe gastrolmor, kryesisht zoti Berisha po ashtu, por edhe një nga emrat më të përmendur edhe nga qytetarët, të cilët kërkojnë drejtësi. Ky është momenti i votimit të zotit Dumani, drejtuesi të strukturës posaçme antikorrupsion, që po ashtu ka pasur një rol shumë të rëndësishëm edhe me krimin zgjedhor. Kur them me krimin zgjedhor, me hetimin e gjitha rasteve dhe problematikave të asaj ndjes që mund përcaktohet apo mund kufizohet tek krimi zgjedhor. Sepse është ngritur një strukturë e posaçme dhe ka pasur një bashkëpunim gjatë gjithë kësaj periudhe. Bashkëpunimi ka qenë mes Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Spakut, pra strukturës posaçme antikorrupsion, prokurorisë përgjithshme, por patjetër në një bashkëpunim në momentet e caktuara edhe të drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit. Ky është momenti kur voton zoti Dumani në një sesion arsimor, ka marrë dhe fletën e votimit, nuk është se le të themi ka pritur në radhë, është në dhomën e fshetë në këto momente dhe po ashtu pra ka dhënë edhe zoti Dumani votën e tij shoqëruar nga bashkëshortja, që mund të themi pra që shoqërohet nga bashkëshortja zoti Dumani, drejtuesi i strukturës posaçme antikorrupsion, që me që sot jemi në ditën e zgjedhjeve, jo më kohë të përmenda pak më sipër, por patjetër e përsëris, që ka qenë në krye të hetimit për krimet zgjedhore. Në ky është momenti kur ka votuar, ka shprehur verdiktin e tij me votë zoti Dumani. Strategjia e hetimeve zgjedhore. Do kemi komunikim pas zgjedhjeve. Keni një mesazh për qytetarët? Okej, le të themi ka qenë i prerë ose lakonik, pra thjesht një përgjigje e shkurtër për strategjinë e krimeve zgjedhore që unë e përmenda, do të kemi komunikim pas zgjedhjeve, ndërsa nuk jo përgjigj pyetjes tjetër të kolegëve një mesazh për qytetarët. Ky është momenti që është lëvizja patjetër pra që edhe shoqëruar dhe nga forcat e sigurisë dhe për shkak të detyrës që bën zoti Dumani, por ka votuar i shoqëruar me bashkëshorten e tij. Patjetër edhe i ka shprehur pra vullnetin e tij dhe ka votuar në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 11 majit. Këto janë edhe pamjet, momenti i votimit i largimit, por theksoj edhe një herë që sa i përket strategjisë për hetimin e krimeve zgjedhore, ku Spak ka pasur bashkëpunim me KQZ-n dhe PP-n, pra prokurorinë e përgjithshme, por Spak ka pasur ka pasur të pjesën kryesore të hetimeve, edhe së bashku me BK-n. Zoti Dumani bëri me dije që komunikimi do të jetë pas zgjedhjeve, ndoshta për të bërë një bilance dhe një rezume të gjithçka është bërë, por megjithatë çfarë është konkluduar në ato raste pra që janë referuar në Spak. Ky është momenti ndoshta të plot për gjithë momentin që nga mbritja, votimi, largimi, mesazhi që pati zoti Dumani, drejtuesi i strukturës posaçme antikorrupsion. Kjo është edhe eskorta që shoqëron normalisht pra edhe në masat forta sigurie. Spak, institucioni më i rëndësishëm nga më të rëndësishmit